Keni flokë të thatë dhe pajet, kjo është maska që duhet të përdorni. Vaji kokosit është një trajtim natyral shumë i dobishëm për flokët tuaj. Ai u jep flokëve një ndriçim të bukur dhe natyral. Kur e masazhoni kokën me vaj kokosi, ai do të ndihmojë në rritjen më të shpejtë të flokëve. Bëjeni këtë 3 deri në 4 herë në javë që të parandaloni rënjen e flokëve. Vajin e kokosit mund ta përdorni për të zbutur flokët në vend të balsamit. Ky është një opsion më i lirë por edhe më i shëndetshëm, sepse nuk përmban kimikate. Vaji i kokosit trajton mirë zbogdhin. Thjesht masazhoni skalpin me një sasi të vogël vaj. Ky vaj po ashtu mund të përdoret edhe në majat e flokëve për të maskuar dhe trajtuar fundet e ndara. Prandaj, herën tjetër provojeni këtë si një maskë dhe rezultatet do ju lënë pa fjalë.